Përshëndetje gjithëve të Albania Newscast, do ndalemi edhe do diskutojmë për situatën më të fundit brenda kampit demokrat, zhvillime të forta që vijnë edhe nga partia më e madhe opozitare, një parti e cila ka zgjedhur edhe ekipin e saj drejtues 2026-2030. Ka shumë emra të rinj, por gjithashtu ka edhe konfirmime të emrave dhe figurave që ne i njohim dhe që kanë shkaktuar shumë polemika, shumë debate. Një prej tyre është edhe zoti Flamur Noka. Por do flasim për këtë, flasim edhe për qasjen që ka patur ndaj protestës dhe çfarë do duhet të ndodhi në të ardhmen. Kujtojmë që në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të kësaj jave ka patur edhe debate të forta, ka qenë Lisandër Hoxha, i cili është antar i Këshillit Kombëtar të PD-s, që ka propozuar edhe një kërkesë, nuk është marrë parasysh, por gjithashtu dhe Liliana Kuçana ka propozuar edhe ajo një rezolut, gjithashtu dhe asaj i është refuzuar. Lisandër Hoxhën e kishin të ftuar, por do kemi edhe zorin Kuçana në ditët në vijim, por unë sot do flas me një tjetër zë të fortë opozitar që kam në studio, Alesia Ballion. Alesia, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam, hera dytë në Albania Newscast, por besoj do ndalemi të gjithë këto dinamika që vijnë nga opozita. Ndalemi të procesi që ti e ke ndjekur këtë javë i Këshillit Kombëtar, u shtua nga 200 në 240, pa paralajmëri, më tha zoti Lisandër Hoxha, por gjithashtu ka patur edhe debate të tjera. Si e ke parë të gjithë këtë dinamikë? Atëherë, pa diskutim që unë do ta filloja diskursin duke folur për problemin real që ka Partia Demokratike sot, që është demokracia brendshme. Pa diskutim që demokracitë brendshme nuk ka dhe ne nuk kemi pse habitemi në këtë fazë, pasi unë kam një vit personalisht që kam bërë një betejë për garën, për demokracinë, për ripërtëritjen, për rinovimin, për riformatimin, shuani si doni juve të Partisë Demokratike. Dhe kur vjen dita që bëhen zgjedhjet, Sali Berisha tallet me demokratët, tallet me shqiptarët dhe si ripërtëritje na servir po Flamur Nokën, kundërshtim me statutin, kundërshtim me dëshirën e antarëve të Partisë Demokratike, por mbi të gjitha në kundërshtim dhe me dëshirën e gjithë shqiptarëve. Pasi ky fundit është një personazh i urryer i cili nuk mund të përfaqësojë ripërtëritjen, rinovimin apo riformatimin e Partisë Demokratike. E prisje që zoti Noka të ishte përsëri në këtë post? Do habitesh apo mos ishte. Pasi sot janë besnikët e Sali Berishës, cilët po dominojnë Partinë Demokratike në mungesë të debatit, në mungesë të garës, pa diskutim zërat kritik nuk vlerësohen, por shpallen armiqt Partisë Demokratike dhe nuk ka vend për to Partinë Demokratike. De facto, dje kanë qenë zgjedhje fiktive, jo zgjedhje legjitime. Kanë qenë zgjedhje për të rikonfirmuar dhe për të ruajtur status quo në Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike dhe për të fituar pa diskutim lejet e ndërtimit radhës bashkëpunim me Edi Ramën. Alesia, mendon që është zoti Noka ka që fuqishëm apo zoti Berisha që mban zoti Noka? Nuk është Noka. Se është një debat që e shikojmë në PD. Nuk është Noka. Shumë kritikojnë vetëm zotin Noka, por jo zotin Berisha. Problemi është Berisha. Problemi është vetëm Sali Berisha. Duke e pranuar demokratët problemin, do arrin të gjejnë zgjedhjen. Me Sali Berishën nuk ka asnjë shans që Partia Demokratike të jetë forcë e parë. Sot shohësh sondazhet që janë bërë para pak ditësh, PS-n e japin me 47%, Partinë Demokratike me 17%, që është një nivel shumë i ulët në krahasim me çka ka qenë PD-ja ndër vite. Është tallje për demokratët kur gjon Sali Berishën që thotë ky është ekipi më i mirë, kur ky është ekipi humbës i tij, ekipi i cili është provuar, ekipi i cili është refuzuar nga qytetarët shqiptar. Kështu që pa diskutim nuk ka garë Partia Demokratike. Partia Demokratike ka një pronar, i cili e ka emrin Sali Berisha dhe problemi fillon dhe do mbaroj me të. Sali Berisha do ta marrë me vete Partinë Demokratike dhe këtu duhet ndahem edhe pak tek shpreha që ambasadori Yuri Kim tha në ato vite, që nëse doni të hani bar, vazhdoni të hani bar. Edhe sot është pikërisht ajo çka demokratët po bëjnë, po hajnë barin që po i servir padroni tyra. Një koment për atë që ka rezolut që ka propozuar zonja Kuçana. Mulizimi e ka quajtur ajo i PD-s. Mendoj që nuk duhet i japim kaq shumë rëndësi mulizimit se sa berishizmit Partinë Demokratike. Nuk është problemi. Problemi real i Partisë Demokratike është berishizmi, i cili pa u hequr dhe pa u demokratizuar gjithë strukturat e Partisë Demokratike nuk mund të prodhojnë risi.
është njëjtë si Partia Socialiste, e cila i hoqi Enverin, i hoqi dhe emrin Parti Komuniste, pastaj u bë Parti Socialiste, pastaj u modifikua në rilindje që arriti të jepte një impakt ndryshe tek qytetarët. Ne kemi Enverin Sali, i cili aktualisht është problemi real, është berishizmi, nuk ka asnjë problemi tjetër. Berishizmi është ai që sot dominon, sot kontrollon dhe sot pa diskutim ka në dorë Partinë Demokratike. Vetë një komendë edhe për ekipin e ri drejtues të PD-s, kryesin, sekretariati, ka në atë rinj dhe nuk kryetarët. Të një atë forcë politike mirë, ke qenë aty dhe je akoma. Nuk e di se çfarë quan të rinj pasi mam duhet i njëjti ekip. Andi Mustafaj për shembull tek sekretari burimeve njerëzore, mos gabohem, Nikola Kelli në kryetar, Belind Kolliçi në kryetar. Po pa diskutim, këto janë djemë të cilët kanë bërë kauza për Partinë Demokratike, por nuk janë këto probleme, nuk janë as këto risia. Risia gjithmonë është e koka, është berishizmi. Për sa kohë këto djemë ka ishtë të mirë, ka ishtë luftarak, ka ishtë demokrat, nuk arrin dot të shprehin mendimin e tyre si që mendojnë, sepse unë jam e bindur që nga të trejmat që se ti asnjëri nuk e do mulin aty. Do të thotë është berishizmi, i cili ndikon tek vota, dhe kur ndikon tek vota, nuk kemi të bëjmë me garën, pasi janë votat komanduara, janë zgjedhje fiktive, të njëjtat zgjedhje siç kanë qenë për Sokolull Dashin dhe Bashën. Kështu që me gjithë respektin për demokratët dhe për emrat që ti përmende, se janë demokratë, janë luftarak, janë pozitiv në punën e tyre që bëjnë për të mirën e Partisë Demokratike, por ato nuk kanë fuqi të kundërshtojnë berishizmin. Dhe që të filloj risia, të filloj bashkimi, të filloj fryma përfitore, duhet pa diskutim që Partia Demokratike të demokratizohet në çdo strukturë, duke hequr në radh para të që sot e mban peng jo vetëm Partinë Demokratike, por gjithë demokracinë shqiptare që ka emrin Sali Berisha. Dhe prandaj slogani i protestuesve në shesh dhe jo i vetëm shqiptarëve këtu, por dhe i gjithë diasporës është Ramanburg, Berishamburg. Dhe kur është Berishamburg, do të thotë qartazi që ky individ nuk e sjell dot në fitore Partinë Demokratike. Alisa, madje këto imat që përmende, unë dua t'i ftoj në një betejë për demokracinë e Shqipërisë. Dhe jo vetëm Partisë Demokratike, që do të kesh në një lëvizje, do të kesh në një lëvizje apo bashkë me Edin Salianin, ta që jeni aktiv. Pa diskutim me zotin Salianin, ne do të vazhdojmë betejën për shqiptarët, sepse kemi detyrim, si për shqiptarët dhe për demokratët, që na kanë besuar dhe pa diskutim na kanë suportuar në rrugtimin tonë. Ne kemi folur të vërtetën, kemi thënë një problem real që e artikuluam unë për një viti dhe zoti Saliani gjithashtu dhe protestuesit një problem kanë. Ramanburg, Berishamburg. Ne kërkojmë largimin e qeverisë për arrogancën, për korrupsionin, për shëndetësinë, për arsimin, për ligjin, për vjedhjet, ama në të njëjtën anë kërkojmë dhe dorëheqjen e atij që ka marrë peng demokracinë. Sepse Rama nuk është i fortë, por është i fortë sepse ka Saliun kryetar të Partisë Demokratike. Kjo aty i bëron forca e tij më madhe. Se në shokë se Berisha do të dorëheqen dhe do ishte dakord si sot ai me protestën dhe me protestuesit, do ishte vetëm një kërkesë vetme në atë shesh. Rama jep dorëheqjen. Nuk do ishte Ramanburg, Berishamburg. Por Berisha gjithmonë e ndihmon ortakun e tij dhe pa diskutim do të jetë gjithë jetën kryetari i opozitës dhe do ta marrë Partinë Demokratike me vete. Vetë një koment për mbledhjen e Këshillit Kombëtar që ka patur Partia Demokratike. Ka patur ndonjë tjetër përveç asaj që ne kemi parë me dyert të mbyllura apo jo? Ka pasur një situatë të tensionuar, ka pasur shumë antar të Këshillit Kombëtar që kanë dashur të dinë kandidaturat përpara, por pa diskutim që kryetari është pronari i një partie të falimentuar dhe pa diskutim kur shpallet falimenti do t'i bësh gjërat si çdo vetë dhe rasti Berishës në këtë rast. Ndërkohë pjesa e non-gratës, në informacion që ti ke dhe që flitet brenda PD-s, është hequr apo jo? Është e vërtet si informacion ajo? Tani, unë nuk dua t'i fare pjesës non-gratës Sali Berishës, pasi për mua Sali Berisha është kufon politike. Sot Sali Berisha nuk frymëzon, sot të gjithë shqiptarët dhe ju e dini që me Sali Berishën nuk ka asnjë shans që Partia Demokratike të fitojë. Për mua kjo ka rëndësi. Çfarë mendon populli shqiptar për kreun e opozitës? Dhe populli shqiptar mendon që ai duhet të jetë në burg. Kjo është thirrja e
shumë qytetarëve e protestuesve cilët janë të lodhur nga klasa vjetër politike dhe kërkojnë një Shqipëri të re. Nuk mund të ketë Shqipëri të re me Sali Berishën dhe nuk mund të ketë rinovim Shqipëria me Sali Berishën. Pasi Sali Berisha është i paaft të rinovoj familjen e vet politike, partinë e vet, jo më të rinovoj Shqipërinë. I paaft apo nuk do? Mendoj që është i paaft për ta rinovuar. Nuk ka fuqi për ta rinovuar. Qofse do më pyesje, qofse do kishte një tjetër mosh, doktor Berisha, mund të thoja që nuk do. Por tani është i paaft. Sepse tani ka humbur aftësinë politike. Tani ai e ka jo vetëm humbur aftësinë politike, por ai ka frikën e mendimit ndryshe. E çunave djemve të rinj që janë Partinë Demokratike, që mund të kenë ambicia qoftë edhe për të zënë vendin Sali Berishës. Dhe atij i duhen me patjetër të mbajt paaftët, humbsat serial dhe besnikët e tij që nuk e cënojnë atë. Prandaj, nuk kur të them e rëndësishme është berishizmi dhe jo mulizimi në Partinë Demokratike. Muli është thjesht shërbëtori, besnik i tij dhe kaq. Asgjë në Partinë Demokratike, dhe këtu i drejtojmë gjithë edhe atyre që akuzojnë Muli nuk bëhet pa firmosur Sali Berisha. Çdo gjë kalon tek Berisha, tek familja Berisha dhe te berishizmi. Sa të tjerët janë thjesht numra. Alisa, ti ke patur edhe kritika që kritikon vetëm Partinë Demokratike, por në kohë ke bërë në rrjetet e tua sociale, kam ndjekur me shumë vëmendje, kemi publikuar dhe ne në Albania Newscast që ke bërë denoncim dhe ndaj Partisë Socialiste, ndaj një deputete të saj. Po dhe ajo i duket si deputeti atyre këtyre të PD-s dhe e quajnë deputet. E themi pak për çfarë bëhet fjalë? Për Auluma Byklybashi. Deputete PS-s në Elbasan. Deputete PS-s e cila ka qenë nën kryetare e Bashkisë Elbasanit, për sa vite? Për shumë vite ka qenë nën kryetare e Bashkisë Elbasanit derisa mori mandatin e deputetes. Zonja Byklybashi ka firmosur tendera në të cilët pretendohet që ka pasur parregullsi. Dhe në 2024 BKH-ja dhe SPAK-u i kanë sekuestruar celularin zonjës Byklybashi. Mua më habit dhe se si e ka arrogancën të quaj protestuesit inkriminuar, kjo ka qenë arsyeja pse unë i bëra videon, por mbi të gjitha më habit që kjo zonjë është pronare 11 shtëpive, kur sot një çift i ri këtu me 11 apartamente pasuri, kur sot një çift i ri nuk arrin dot blej një apartament, dhe të gjitha këto sipas zonjës Byklybashi janë të deklaruara nga paga që kjo ka marrë. Dhe paga që ka marrë mund të ketë qenë 700-900, se tani janë rritë rrogat mos gaboj. Edhe 1,2 milion ta ketë më pa mundur për një vjetë apartament. I ka dhe pa diskutim, unë thash një të vërtetë ka videoja, pas e kam prekur tematikat cilët më kanë kërkuar qytetarët e Elbasanit dhe nga irritimi dhe nga arroganca që zonja Byklybashi ka pasur, sidomos me protestuesit e qarkut të Elbasanit që kanë qenë shesh për të kërkuar drejtat e tyre nga arroganca e pushtetit. Shikoj shumë që në diskutimet e tua zona është në Elbasan. Ti je nga Elbasani, kjo nuk diskutohet, por më shumë në qytetin. Ka Alesia Balliu ndonjë ambicie për Elbasanin politike, flas bashkiaket janë ndërkohë jo shumë larg, por edhe pjesë për të angazhuar politikisht në këtë qytet. Për sa kohë jam pjesë aktive e politikës, pa diskutim që ambicia më bashkëshoqëron gjithë kohën. Është çdo moment me mua. Do ishte hipokrite të thoya që nuk kam ambicie politike. Unë ambicie politike kam dhe pa diskutim që do jem me një projekt time shumë shpejt në politikë. Alesia Balliu është përsëri në PD, nuk ka ikur nga PD-ja apo jo? Alesia Balliu është demokrate, është opozitare. Alesia Balliu ka dalë kundër Sali Berishës dhe berishizmit. Dhe kundra këtij fenomeni do vazhdoj të luftoj, dhe këtë luftë nuk e bëj vetëm për demokratët, por e bëj për gjithë shqiptarët, pasi sot pengmarrësi i demokracisë në Shqipëri ka vetëm një emër dhe është Sali Berisha. Dhe këtu ai është shumë negativ, jo vetëm me partinë e vet, po me gjithë shqiptarët, pasi ai po pengon zgjedhjet e lira dhe të ndershme, po pengon alternativën reale për një të djathtë konservatore, po pengon mundësinë që demokratët kanë të vinë nesër pas nesër në pushtet. Çdo ditë që Sali Berisha mban peng opozitën, çdo ditë më shumë Rama forcohet dhe është i sigurt në pushtetin e tij. Një koment për zotin Rama, si e shikon përballë kësaj proteste, Alesia? Atëherë ka shumë momenti më i bukur Arbër, pasi zoti Rama u ndjente i plot fuqishëm, i paprekshëm
me 83 mandate. 83 plus 3. Plus 3. 86 me gjitha latin e tij, PSD. Po thoja për mandatet reale të Partisë Socialiste. Në momentin që ai u ndjente më i sigurt, më i paprekshëm, ishte pikërisht atëherë kur populli doli, ai tha zotëri, ne të kemi vënë në kryeministri për të na shërbyer. Ne të kemi zgjedhur që të na shërbesh, se ti je shërbëtori jon. Këtë funksion ke. Jo ti je arrogant me popullin tënd. Dhe pa diskutim aty ai ndjeu frikën arbër dhe filloi dialogun. Donte dialogun. Pa diskutim që populli nuk do pranonte, sepse arroganca e pushtetit, vjedhjet, keqeverisja dhe shumë gjëra ndikonin që pa diskutim protestuesit të dilnin dhe të merrnin dorë fatin e opozitës, pasi PD nuk ka kapacitete ta thrasë një protestë tillë. Pasi kam humbur besueshmëria që kur e drejton Sali Berisha. Dhe populli ishte në këmbë. Rama u ndje më i friksuar se kur, pasi kjo protest ishte një ndër më të mëdha në këto 35 vite, ishte zëri real i qytetarëve, zëri real i problemeve, nuk ishte dhuna e Saliut. Aty vinin njerëz me fëmijë, për flas për ditët e para, njëri ka qenë një protestë e mrekullueshme. Një protestë e cila nuk arriti ta shuante dhe nuk arriti t'u kapte nga palët. Kështu që në këtë kontekst unë e pash të friksuar, zotin Rama, sa që arriti të merrte me organizator, duke i bulizuar një personazh i cili është pa i vendit. Kështu që ai shumë e ndjeu frikën e protestës, sepse protesta në thelb donte ndrimin e kasës vjetër, kapte probleme reale, disa nga ato ai dhe i pranoi. Por nga ana tjetër, kishte fatin e mirë që brenda asaj proteste ishte dhe slogani Berisha në burg dhe aty ndjente sigurinë e mungesës alternativës nga ana tjetër. Dhe është pikërisht kjo alternativë e cila duhet vi për gjithë shqiptarët. Dhe kjo është çështje shkon përtej Partisë Demokratike. Kur thua alternativë për te PD-s, pra një formacion i ri politik, mendon që mund të dali nga protesta? Kjo është një tezë, edhe unë e kam. Mendoj që e djatha do vi pas kësaj, këtë e kam bindjen personale, por një djathë reale, jo e djatha e komunistit Sali Enver Berisha. Një djathë reale, një djathë e pakapur, një djathë konservatore, një djathë e cila pa diskutim do ketë program qytetar dhe jo marrë letë e ndërtimit dhe kullat, siç i fiton i biri i Berishës me prestanome ndryshme. Pse fiton kulla? Po patjetër. Edhe ai këshill dje që votua që djali i Berishës të fitoj kullën tjetër për ndërtesë. Ka denoncuar zoti Saliani. Po ta keni ndjekur politikën, por edhe njerëz tjerë. Pa diskutim, mua nuk më bën më përshtypje në këtë fazë dhe di shumë mirë që çdo person që votohet aty, votohet që truaj status quo dhe të jepet leja e radhës e ndërtimit, pasi Rama nuk do ta lejë ortakun e tij Berisha pa leje ndërtimi. Merret vërtet familja zotit Berisha me PD-n Alesi apo është një mit që është krijuar ky? Tani ju jeni gazetar profesionist, arbër miti nuk krijohet pa baza. Tani ju i keni parë që i biri vjen protesta, e bia vjen protesta. Tani nëse nuk merren, nuk kanë çfarë bëjnë protestë. Pazaret kalojnë nga një zyrë në atë parti, prandaj ka arritur këtu ku ka arritur sot. Ti mendon se është dëshira demokratëve që të jetë Flamurnoka sekretari i përgjithshëm? Absolutisht jo. Nuk e di. Absolutisht jo. Ti nuk e di, po e di unë që i njoh demokratët, kam komunikim me demokratët dhe... Ka akoma Alesja se duke sikur është parë armike? Jo, absolutisht, unë kam raporte shumë të mira, edhe me deputet Partisë Demokratike kam miq shumë të mirë dhe gëzoj një respekt veçantë për disa figura. Çfarë them jashtë kamerës? Pak dhe me emra, kuptohet. E ruajmë atë etikën. Nuk është nevojshme të themi emra se s'do bëjmë lajm Jo, me etikën, biseda private janë private, po dua mendimin e tyre. Duan në ndryshim real në Partinë Demokratike, duan të ketë debat, duan të ketë garë, duan të ketë një alternativë, pasi pas kamerave ato të thonë si do mbjetojmë nga kjo. Ka marrë fund thonë PD-ja, si do mbjetojmë. Madje me një deputet PD-s që isha para një javë në kafe, më tha Alesja, do jetë fundi PD-s nëse zgjedhet sa çuni Fariut në kryetar. Aty mori fund fare sa Partia Demokratike. Dhe pash pesimiste edhe
Po fliste me strukturat faktikisht, pasi është një deputet I cili dhe është I votuar, e duan qytetarët, dhe tha, ky do jetë fundi, tha. Qofse zgjidhet sa mirë flamuri, tha, se na ka rënë, tha, taksirat. Po të zgjidhet sa dhe klevisin në kryetar, është fundi, tha, I Partisë Demokratike. Dhe mendoj që këto ankesa kanë reflektuar tek doktori që nuk e shpalli kandidat për nën kryetar. Elisa, çfarë shikon ti të ardhmen e PD-s, për te zotit Berisha? Do jetë dikush nga familja e tij që merr, apo mund të jetë zoti Seliani, zonja Tabaku, që janë disa emra që po fliten kohët e fundit? Zoti Krujqi është gjithashtu një emër që është folur për të qenë I plot. Çdo njeri ka ambicjet e veta, unë kam ambicjet e mia, se e kam shpallur. E synon me ti këtë? Pa diskutim që po, përsa kohë jam politik, thash ambicia më bashkëshoron gjithkohën, kështu që nuk përjashtoj asgjë. Unë jam progarës, pastaj vota është ajo që tregon. Po ambicia e Sabaiut nuk është Elbasani vetëm, politikisht. Kam ambicie politikisht. Kështu që deri këtu mund të flas për momentin. Pastaj në një moment të dytë do flasim për gjëra më specifike, nuk është momenti dhe koha. Okej. Për pjesën e Partisë Demokratike, unë nuk shoh që ka risi për sa kohë është Sali Berisha aty. Për te Berishës do jetë një momentum tjetër, sepse ti mund të thuash 4 emra, unë të përfshiva dhe vetëm 5, por mund të jenë dhe 5 tjerë që mund të kenë ambicie për Partinë Demokratike. Ne nuk mund të flasim në mënyrë hipotetike pa ardhur momenti. Duhet hapur gara, duhet hapur debati, duhet pranuar kritika, duhet që demokratët të jenë ata që do ta zgjedhin me votë dhe pa diskutim të fitoft më I mire. Dhe pastaj drejt një bashkimi për fitoren e madhe. Se kështu duhet funksionojë politika, jo për interes personal, por për interes për bashkët një grupimi. Por nuk mund të themi sot që flasim çfarë do bëhet për sa kohë, unë nga informacionet që kam është që Sali Berisha nuk bën asnjë hap pas me pronën e tij, sepse tashmë është prona e tij private. Më jep një koment për partitë e reja. Ti një dhe të shumë mirë, dhe fillojmë nga Lapaj, vazhdojmë të Shehaj dhe të Arlin Qori. Komenti im është janë partitë të reja, specifikisht me zotin Qori e kam thënë dhe ricem është akademik, por nuk më lidhim bindjet politike. Unë jam e kundërta e asaj që zoti Qori është ideologjikisht, kështu që nuk qasem do të me bindjen e tij politike. Është çështje parime, është çështje vizioni, çështje besimi. Nga ana tjetër, për zotin Lapaj kam I konsiderat pasi është avokat, shumë I mirë, koleg I mirë, por nuk e shoh në një pozicion favorshëm këto momente që flasim, pasi ka humbur besueshmërinë tek populli shqiptar mbas debatit që pati me Indri Shabani në lidhje me marrjen e mandatit, aty ka krijuar një pasiguri në popull. Nga ana tjetër, zoti Shehaj është një emër I cili ka dalë nga radhët e Partisë Demokratike. Agon Sheh. Ka dalë nga radhët e Partisë Demokratike dhe mënyra se si zoti Shehaj ka marrë mandatin e parë tregon shumë. Dhe më mbrapa pastaj këto që po I dalin për ditë media, shitjet, blerjet, është, nuk e di, nuk besoj se zoti Shehaj mund të marri drejtimin e opozitës, nuk e shoh. Por nga ana tjetër I uroj suksese partive të reja, se për mua pa diskutim janë individ të rinj, cilët sidoqoftë nuk kanë qenë të korruptuar, nuk kanë pasur afera abuzive, nuk kanë firmosur tendera. Dhe nuk kanë qenë pushtet. Nuk kanë qenë pushtet, ndryshe nga dyshja Rama Berisha, kështu që në këtë kontekst unë I përgëzoj për nismën që kanë marrë, por unë personalisht nuk e gjej veten time për momente. Elisa, për ta mbyllur, në gjithë të llovi politike që me sa duke ka kapur vendin, përsëri ti shikon një zgjidhje për të ardhmen që mund të vijë nga Partia Demokratike, por jo me këtë leadership, apo jo? Pa I qëndron kësaj teze. Unë e shoh fituese PD-n, pa kupolën drejtuese, pa Sali Berishën dhe të zgjedhuritë e tij. Unë e shoh PD-n fituese, e shoh dhe popullin që do jetë në këmbë për ta rrëzuar Ramën me një kërkesë vetëm. Rama jep dorëheqjen dhe asnjë tjetër. E vetmja kërkesë. Por është e pamundur në këto kushte, se sot ta fusi Rama në zgjedhjet parakohshme, prapë fiton me atë sistem që ka ngritur, dhe pa diskutim protestuesit kanë të drejtë, por
nuk i ndalojnë dot rikandidimin as Ramës as Berishës, kështu që në këto kushte duhet gjejnë zgjidhjen. Sepse nuk mund t'i pengosh kandidimin. Në qartë. Se çdo parti zgjedh kryetarin e vet, për mos PD-s që nuk e zgjodhëm dot. Sepse u vetë zgjodh dhe u mbi vendos në mënyrë jo legjitime. Ana tjetër, nuk mund të themi ne që jemi në protest, Rama mos garo se do fitojmë ne. Ne duhet ta mundim Ramën me votë. Do më mendoj që vota është tek populli, tek besimi dhe a protest duhet të japi zgjidhje dhe do japi drejtim caktuar në moment. Caktuar të dytë. Këtu flas për nga shtatori e tutje se tani është edhe verë. Të presim dhe të ndjekim. Kam besim tek protesta dhe tek kauzat e drejta, kështu do jem me protestuesit. Siç që qenë partisë, kam ndjekur në rrjetet sociale. Në fund të kësaj bisede, Lesa, faleminderit. Kënë si gjithë kisha, ndërkohë erdhëm në fund edhe të Albania Newscast për sot. Si gjithmonë thirrja është e njëjtë, bëni subscribe, por edhe jepni komentet tuaja, do t'i shikojmë, do t'i lexojmë, do një sugjerim që kemi për temat e fundit, duke qenë që po shkojmë drejt fundit të këtij sezoni mediatik. Dhe atë ju gjithëve ditë sa më të mbarë.